vendi rrezikon sërish të shkojnë në zgjedhje të reja nëse nuk ka një konsensus të partive politike për ta zgjedhur presidentin, cili do të jetë pozicioni i LDK-s në këtë drejtim dhe çfarë kontributi do të japni për zgjedhjen e presidentit të vendit? Numrat janë të qartë në kuvend, secili ka fuqinë e vet parlamentare dhe partitë politike brenda parlamentare duhet të kenë një diskutim për punën e presidentit. Ideale do të ishte që të gjenim një president konsensual dhe ai të kalonte si rezultati një marrëveshje politike që bëhet mes partive politike. Po në bazë të fuqisë që kemi brenda parlamentit, ne mirëpresim çdo ftesë për të diskutuar, për emra. Njëkohësisht normalisht që kemi edhe ne emrat tonë që mendojmë që t'i propozojmë si parti politike, po deri atëherë e presim fazën konsultative edhe pastaj të vendosim për emrat konkret se çfarë qëndrimi kemi. Jo, nuk ka pas zyrtarisht, as nuk jam e njohur që ka pas ndonjë diskutim. Ne vërtet presim që konsultimet të jenë zyrtare, me ftesa zyrtare dhe publike dhe s'kemi asgjë për të fshehur. Ne i kemi disa kritere, normalisht që kërkojmë një person që respekton kushtetutën dhe paraqet siguri për të gjitha grupet parlamentare. Për aq kohë sa nuk kemi emra konkret, garë me emra konkret, ne s'mund t'japim qëndrime, gjithsesi posti i presidentit është tepër i rëndësishëm për secilën parti politike dhe për neve. E kështu që me përkushtimin më të madh do t'japim kontributin ton. Ju thash që kur flasim për presidentin, flasim për postin e presidentit dhe nuk periodikojmë kandidatura të asnjërit. Përgjatë viteve të kaluara kemi folur shpeshherë edhe për Zonin Osmani, për rolin e saj, e kemi kritikuar për aq kohë sa kemi menduar që nuk ka qenë gardiane e kushtetutës ose edhe e klimës në mes të partive politike, ka qenë e një anshme, ndërkohë që në mesin e LDK-s ka shumë personalitete, edhe jashtë saj ka pasur edhe propozime emrash të cilët ne në të ardhmen mund t'i përkrahim. Absolutisht po, ne si parti në opozit, normalisht që do t'i ngrisim çështje të cilat kanë të bëjnë me shqetësimet e qytetarëve dhe tash pjesa tjetër është se sa është fuqia jonë, po pavarësisht fuqisë sonë, zëria arsyes edhe ngritja e argumenteve do t'jetë gjithmonë, edhe brenda sallës së kuvendit, gjatë seancave, po edhe jashtë saj përmes metodave të ndryshme. Do të shohim tani se sa qeveria do t'jetë bashkëpunuese në kuptimin e adresimit të çështjeve, sa do t'i merr parasysh komentet tona për ligjet e ndryshme që i sjell në kuvend, po gjithsesi që do t'i përcjellim edhe publikisht, po do t'i paraqesim edhe në mënyrë transparente edhe brenda kuvendit dhe jashtë saj. E para me një arrogancë votash u miratua buxheti duke refuzuar nga grupi parlamentar i LDK-s 21 amandamente. Amandamente të cilat ishin të propozuara si projekte që janë në interes të qytetarëve. Ka pas amandamente që kanë pas të bëj me mësimin gjithditor, që është në interes të nxënësve, të familjeve, të shkollave, është reforma më serioze që Prishtina e ka dëshmuar se mund të bëhet, është diçka reale dhe që prek vërtet jo vetëm cilësinë e arsimit, po edhe jetën e fëmijëve. Në anën tjetër kemi pas amandamente që kanë të bëjnë me sistemin e shëndetësisë edhe me digitalizimin, po edhe me përmirësimin e sistemit të shëndetësisë, duke ndërtuar një spital për kryeqytetin. Mos të harrojmë edhe me thanë që ky projekt buxhet nuk i ka të përfshira as pretendimet ose premtimet që i ka dhënë vetë kryeministri në ekspozen e tij përpara kuvendit Kosovës se çka do të ketë prioritet gjatë këtij viti. Nuk e ka as reflektimin e vetë kabinetit qeveritar. Është thënë që do të ketë rishikim.